Ju prezantojmë nga afër korpusin e ri të laboratorëve kombëtar të Institutit të Shëndetit Publik. Ky korpus shtrirë një sipërfaqe prej 2900 metra katrorësh, është i organizuar në 5 kate, një kat minus një nën tokë dhe 4 kate mbi tokë, që do të shërbejë si një qendër kombëtare për referencën, ekspertizën dhe kërkimin shkencor në fushën e shëndetit publik. Është një investim i qeverisë shqiptare, mbështetet totalisht nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, gjithashtu do të shërbejë në përmirësimin e parandalimit, zbulimit hershëm dhe kontrollit të sëmundjeve infektive, por jo vetëm. Këtu jemi në hyrjen e korpusit, ky është kati 0, është si ka qenë në fakt dhe si janë projektuar që nga kati 0, kati i parë, po ka qenë në një gjendje faktikisht mjaft të vështirë, por ka pësuar një transformim total. Këtu do të jetë laboratori i virologjisë. Në këtë kat janë dhomat lidhur me ekstraktimin, sekuencimin, gjithashtu dhe laboratorët e rritjes së kulturave qelizore, laboratorët e serologjisë dhe të imunofluorescencës. Gjithashtu në këtë kat kemi dhe laboratorin e nivelit të 3 të biosigurisë së lartë. Prandaj është gjitha. Ajo është dera e emergjencës, ndërsa këtu hyet në kushte normale, ka 3 dhoma sigurie, është hyrja, pastaj është dhoma e dushit dhe dhoma e veshjeve me pajisjet mbrojtëse personale. Ky korpus do të ketë 2 laboratore të nivelit të 3 të biosigurisë, ku do të punohet në kushte të larta sigurie për punonësit, ndërkohë që në Institutin e Shëndetit Publik, në godinën ekzistuese, kemi vetëm një laborator të biosigurisë për të nivelit të dytë, ndërkohë që ky korpus do të ketë 2. Ndërsa aty është dhe laboratori i enteroviruseve dhe i frutruveolës, i viruseve të gripit dhe i viruseve të tjera respiratore. Pra i gjithë ky departament këtu është i kushtuar laboratorëve të virologjisë. E njëjta strukturë është dhe në katet e mësipërme. Në katin mësipër janë laboratorët e mikrobiologjisë, ku janë edhe aty është përsëri një duhet keni dhomë të njëjtën dhomë për laboratorë biosigurisë së lartë për bakteriologjinë. Janë laboratorë të mikrobiologjisë të ujit, të ajrit, të tokës, të ushqimit, laboratorë të kontrollit të infeksioneve spitalore, laboratorë të parazitologjisë. Kemi gjithashtu në katin e fundit fare është dhe laboratori i depistimit të kancerit. Laboratorë të jodurisë, laboratorë të kimisë analitike dhe instrumentale, laboratorë të imunologjik, të biokimisë. Pra ky korpus do të përfshi të gjithë gamën e laboratorëve që do të shërbejnë si një qendër kombëtare referencë për ekspertizën për shëndetin publik dhe për sigurinë shëndetësore kombëtare. Përveç sëmundjeve infektive, ne njihemi si qendra referencë për gjithë vendin, për të përgatitur kapacitete teknike dhe për të identifikuar në kohë reale në çdo ngjarje të pazakontë në lidhje me agjentët biologjik, viral, bakterial. Dhe jemi për shumë vitesh si një kapacitet për vendin në lidhje me këto identifikime. Dhe kemi dhe eksperiencën e COVID-19-s në 2020, më parë në 2009 me pandeminë e gripit H1N1, ku ne kemi qenë laboratori vetëm në vend që identifikuam rastet në kohë reale. Pra kjo do të përbëjë një hap më të shpejtuar sepse ne kemi implementuar dhe teknikën e survellancës genomike dhe sekuencimin molekular. Në kohë reale ne do të japim një kapacitet më të lartë diagnostikues dhe përgjigjes për terrenin, për të identifikuar dhe për të gjurmuar rastet në nivelin më të parë. Pasi që të rasti gripit tani. Që identifikuam dhe në variantin e gripit, në kohë reale, sigurisht.